Maqedonia filloi ta paguajë faturën për krizën e stërzgjatur politike. Bashkimi Evropian ka përgatitur valën e parë të sanksioneve, në kryeqendër të së cilës janë fondet IPA. Komisioni Evropian ka miratuar vendimin për pezullimin e 27.1 milion eurove nga fondet IPA për Maqedoninë. Kjo masë e Brukselit vjen si kundërpërgjigje ndaj mungesës së vullnetit politik për zbatimin e marrëveshjes së Pergjinës, i cili u arrit një vit më parë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian njoftimin për sanksionet e para ja ka dërguar autoriteteve në vend më 22 qershor. Burime nga qeveria konfirmuan se kanë pranuar letrën, por nuk deshen të komentojnë shumën që është shkurtuar. Vala e sanksioneve planifikohet edhe më tej me shkurtimin e 50 milion eurove të tjera nga fondet IPA, ndërkaq Brukseli nuk ka kursyer as korridorin 8 në kuadër të masave ndëshkuese ndaj Maqedonisë, si një ndër projektet jetike jo vetëm për vendin, por për Ballkanin në përgjithësi. Nga ana tjetër, përveç Brukselit, edhe Washingtoni duket se ka përgatitur sanksione ndaj zyrtarëve të përfshirë në korrupsion. Në opinion përflitet se ish-ministrit të transportit dhe lidhjeve Mileja Anakievski është refuzuar viza për udhëtim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nga ambasada e SBA-s në vend nuk komentua në mënyrë të drejtpërdrejtë rastin e Anakievskit. Edhe pse nuk mund të komentojmë kërkesat individuale për viza, lufta kundër korrupsionit është një nga prioritetet kryesore të qeverisë amerikane në Maqedoni dhe gjithë botën. Në përputhje me deklaratën presidenciale 77-50, Departamenti Amerikan i Shtetit mund të ndalojë hyrje në SBA të funksionarëve të korruptuar. Në këto vendimi i marrin pas shqyrtimit të informacioneve të ndryshme nga shumë burime, theksohet në përgjigjen e ambasadës amerikane në Shkup. Nga ambasada amerikane gjithashtu i bën thirrje qeverisë, shoqërisë civile dhe mediave të vijojnë hetimin e pasurive të zyrtarëve të lartë dhe të publikojnë dëshmitë për korrupsion të mundshëm.